Distanca gjigant di Mali Sufi. Mirë ky pasim drejt qendrës, shohim tani një goditje nga distanca e vazhdon në topin. Pasimi i tij në qendër, çfarë mundësi për ta mbyllur këtë ndeshje, vllazënimi në shtyll. E pabesueshme, nuk arrin ta mbyll këtë ndeshje skuadra Mysafire. Rasti ishte i artë për Edmond Likajn. Çfarë pasimi i dha Emir Skender. Shatereja të dyja, Shatereja. Lonedin të një super rast, tani goditja, çfarë pritje. Gjigant di Mali Sufi. Intervenim fenomenal i kampionit të Sadikut. Kërpeshi Selimi me goditja në duart e di Mali Sufit. Shumë lejtar në zona Misadiku. Markimi ka dalë për tjeri Sufi. Shtu topin në kraj mjaft mirë. Musa tani ka markimi i Sufi Grushton. Topi para drejt Ibrahim Sërvadikut të. Në markimi ti drejt zonës, i Sufi e ka topin në duar, pa Teleashe. Për Niklin 74. Karaja me markimin, shansi është këtu. Intervenon i Sufi. Minuta 85.